Diku në një pyll të qetë të Finlandës, ndodhet një shkëmb që duket sikur është vendosur me dorë nga një gjigant, një gur masiv i balancuar në mënyrë të pamundur mbi një shkëmb tjetër, që qëndron i palëvizur për mijëra vitesh, pa çimento, pa mbështetje, pa asnjë shpjegim të thjeshtë. A është kjo një mënyrë që natyra flet për të na lënë pa fjalë, për të na treguar se pavarësisht teknologjisë dhe dijes sonë, ende fshe mrekulli që sfidojnë çdo logjik? Mirë se vini në botën e Kumakivit, shkëmbi që qëndron në këmbë kundër gravitetit dhe na fton të besojmë sërish në mrekullitë e natyrës. Legjenda e Kumakivit, guri i gjigantëve. Shumë kohë më parë, kur pyjet e Finlandës ishin ende të egra dhe të pashkelura, besohej se gjigantët endeshin nëpër male dhe lugina. Ata ishin krijesa të fuqishme dhe të heshtura që nuk i shihte kurrë askush, por linin pas vetes gjurmë të mëdha, rrënime në toka, gur të mëdhenj, të shpërndarë dhe forma të çuditshme që njerëzit nuk mund t'i shpjegonin. Sipas legjendës së banorëve vendas, Kumakivi u vendos në atë pozicion të pamundur nga një gjigant i vetmuar, i cili e mori shkëmbin nga një mal i largët dhe e hodhi me forcë të madhe mbi një gur tjetër të sheshtë. Thuhej se ai e bëri këtë për të shënuar territorin e tij, si një paralajmërim për gjigantët e tjerë që të mos guxoheshin të afroheshin. Disa thonë se gjatë natës, nëse dëgjon me vëmendje, në thellësinë e pyllit mund të dëgjosh një zhurmë të largët, si një murmëritje e shkëmbive që flasin mes tyre. Është giganti që kontrollon nga larg nëse guri i tij legjendar është ende aty. Për banorët e vjetër të Ruokolahtit, Kumakivi nuk është thjesht një gur, është një kujtim i kohëve kur forcat e natyrës dhe legjendat bashkëjetonin në heshtje. Është një gur që flet, por vetëm për ata që dinë të dëgjojnë. Po ku ndodhet ky gur dhe çfarë përmasash ka? Ai ndodhet në një pyll të qetë, Hauklapi, rreth 30 kilometra larg qendrës së Ruokolahtit në Finlandën juglindore. Ai është cilësuar si një nga mrekullitë më të pazakonta të natyrës. Kumakivi në finlandisht do të thotë gur i çuditshëm. Ky gur balancohet në mënyrë të pabesueshme mbi një bazament shkëmbor në formë të rrumbullakosur, duke prekur tokën me një sipërfaqe kaq të vogël sa duket sikur do të rrëshqas nga çasti në çast, por në të vërtetë as forca e njeriut nuk është në gjendje ta lëvizë. Përmasat e tij janë gjatësia 7 metra, lartësia 5 metra dhe pesha e vlerësuar rreth 500 ton. Origjina e tij daton 11.000 deri 12.000 vjet më parë, në fund të epokës së akullnajave. Ai është një shkëmb erratik akullnajor i sjell nga forcat e fuqishme të natyrës gjatë epokës së akullnajave dhe i vendosur në atë pozicion nga lëvizja masive e akullit. A është ky shkëmb i çuditshëm një atraksion turistik? Sigurisht që po. Edhe pse jo nga ato të zhurmshit apo të mbipopulluarit, ai është një thesar i fshehur, i njohur më shumë nga dashamirësit e natyrës dhe kuriozët që duan të zbulojnë mrekulli të rralla larg qendrave urbane. I ndodhur në një pyll të qetë në rajonin e Ruokolatit në Finlandën juglindore, atje ku zhurma e qyteteve shuhet dhe dëgjohet vetëm fshfërima e gjetheve, turistët ecin në një shteg të shkurtër pyjor për të parë këtë mrekulli me sytë e tyre. Shtegu për në Kumakivi është rreth 400 metra i gjatë dhe kalon përmes një pylli të gjelbër, duke ofruar një përvojë të qetë dhe medituese. Vizitorët nuk lejohen ta prekin apo të ngjiten në shkëmb për të ruajtur strukturën e tij. Nuk ka guida zyrtare çdo ditë, por vendi është i hapur për publikun. Shumë turistë e eksplorojnë në mënyrë të pavarur, shpesh me ndihmën e disa hartave lokale ose aplikacioneve të orientimit. Kumakivi nuk të habit me madhështi apo teknologji, por me heshtje, thjeshtësinë dhe misterin që ai mbart. Është një vend ku vizitorët ndalen, shikojnë për pak çaste,
ndihem pjesë e diçkaje më të madhe, një natyre që ende ruan sekretet e veta. Përfundimisht, Kumakivi nuk është thjesht një gur, është një përballje mes mitit dhe shkencës, mes legjendës dhe realitetit. Ai qëndron aty, i palëvizur prej mijëra vitesh si një dëshmi e heshtur e fuqisë së natyrës dhe e mistereve që ajo ruan ende. Ndoshta nuk do ta dim kurrë me siguri se kush e vendosi atë aty, një gjigant mitik apo një akullnaj e lashtë, por pikërisht ky mister është ajo që e bën Kumakivin kaq magjepsës. Po ju, çfarë mendoni? A është Kumakivi vërtet një vepër e natyrës apo një gjurmë e lashtë e gjigantëve? Na shkruani në komente. A do të dëshironi ta vizitonit ndonjë ditë këtë vend? Apo keni parë ndonjë shkëmb të tillë misterios të ngjashëm në Shqipëri ose në vende të tjera? Presim komentet tuaja. Ju ftojmë të na ndiqni në kanalin ton për video të tjera interesante.